Funduar një mbledhje të Komitetit të Emergjencave për qarkun e Gjirokastrës. Kemi diskutuar të gjithë problematikën e cila ndodh në këto momente në teren. Një lajm mirë që desha të ndaja që nuk ka të bëjë vetëm me qarkun e Gjirokastrës, por me të gjithë jugun dhe gjithë zonat nga ku kalon lumi i Vjosës, është që krahasuar me nivelin që kemi pasur sot në pikën e Matjes, që është ajo e Memalia që ka qenë 8 metra, tani ka rënë në 6.5. Pra kemi një ulje me 1.5 metra, e cila do të reflektohet gjithashtu edhe në zonën e Novoselës, në Brugderdhje. Pra, zonë që kemi inspektuar sot gjatë ditës, ka qenë Ministri Mbrojtjes atje, Ministri Bujqësisë, kemi komunikuar me të gjithë popullatën e zonës edhe për evakuimin, por duke qenë se kemi këtë rënje me 1.5 metra të pikës së Matjes në Memaliaj, me të vërtet ky është një lajm i mirë që tregon përmirësimin e situatës. Këtu në Gjirokastër temperaturat janë ulur, ka filluar edhe një reshje bore e lehtë, megjithatë rrugët janë kryesisht të hapura, ka disa rrugë fshatrash të cilat komunikojnë me njëra tjetrën që janë për momentin të bllokuara. Batalioni i dislokuar këtu, që është një batalion i ri, ka bërë një punë shkëlqyer gjatë periudhës së zjarreve në verën e kaluar, por është duke bërë të njëjtën punë edhe gjatë kësaj situate me rreshtet e shtuara në të gjithë Shqipërinë, por sidomos edhe këtu në qarkun e Gjirokastrës. Vetëm në zonën e Memaliajt fshat ka disa banesa të cilat do të inspektohen në këtë moment nga forcat e emergjencave civile dhe nga forcat e armatosura, ndërkohë që nga ana tjetër e gjithë situata është nën kontroll. Kemi diskutuar me kryetarët e bashkisë që janë prezent, me drejtuesen e qarkut, me prefekten dhe të gjithë të tjerët që kanë qenë gjatë kësaj mbledhje, për disa pika kryesore që duhet vjen tani në zbatim, për sa i përket një plani evakuimi, pak rëndësi nëse do të ketë përkeqësim të motit apo jo, plani evakuimi duhet të jetë për të gjitha bashkitë prezent, ato bashkitë cilat kanë njësi hotelerie apo konvikte e kanë shumë më lehtë zbatueshëm, të gjitha bashkitë e tjera do të marrin masat bashkë me emergjencat civile për të pasur palestra apo njësi të tjera të cilat mund të akomodojnë në rastin e kërkesës së evakuimit. Megjithatë, ashtu siç thash, situata e motit është duke u përmirësuar, sigurisht të shtunën ne do të kemi një përkeqësim tjetër të motit i cili do të sjellë rreshje të reja, megjithatë do të kemi 48 orë për ta menaxhuar situatën. Temperaturat po ulen, në ndërkohë kemi diskutuar edhe për situatën energjetike në këtë qark, duke qenë se këtu e kemi pasur sfidën më të madhe, është menaxhuar shumë mirë pjesa tjetër e Shqipërisë, ndërkohë që në Gjirokastër kemi pasur ndërprerje në disa fshatra, apo kemi pasur të ndërpretur një linjë transmetimi që është ajo e Lunxhërisë, që në një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, forcat e armatosura, elektricistët dhe inxhinierët e OSHE-s, edhe forcat e emergjencave civile, kanë rikthyer energjinë në zonën e Lunxhërisë duke kryer këtë aksion për rilidhjen e transmetimit. Nga ana tjetër, të gjitha njësitë, si ato vendore, si ato të pushtetit qendror, janë në koordinim të plot, për sa i përket edhe pjesës së rrjetit të akseve rrugore kombëtare, edhe për to janë marrë masa. Kemi në një zonë të aksit nga Tepelena në Gjirokastër kemi pasur një rrëshitje që nuk vjen nga skarpatat e rrugës, po vjen nga shumë më lart, duke pasur parasysh se kemi një erozion të vazhdueshëm që vjen edhe për shkak të zjarreve. Është një bisedë që e kemi bërë edhe në tryezën e këtij bordi emergjencash, por edhe është një plan i qeverisë shqiptare për gjithë ato zonat të cilat kanë qenë të goditura nga zjarret gjatë verës të fundit, ketë një nisje të një pullëzimi i cili do të jetë në bazë të një plani të mirë hartuar për të ndaluar kështu erozionin, i cili ne e kemi parë edhe gjatë rreshjeve të 48 orëve të fundit, që me të vërtet është ndjerë impakti asaj që ka ndodhur. Praktikisht situata shumë mirë